Media, sot jemi para jush për të denoncuar edhe një nga kontratat e turpshme dhe skandaloze të nënshkruara nga ana e menaxhmentit aktual të komunës së Tetovës. Konkretisht, bëhet fjalë për kontratën 15 vjeçare me një operator privat për ndriçimin publik të Tetovës të nënshkruar me datë 17 nëntor të vitit 2023. Sipas kësaj kontrate, operatori privat duhej që brenda 6 muajve nga data e nënshkrimit të zëvendësonte 8720 llamba ekzistuese me llamba të reja smart dhe LED, dhe ky afat është i kaluar prej kohësh. Por Tetova sot ende nuk ka ndriçim të modernizuar dhe qytetarët paguajnë fatura më të shtrejta për ndriçimin publik në Tetovë. Çfarë ndodh ndërkohë me paratë e qytetarëve? Nga 10 milion denar në muaj që mblidhen nga taksa për ndriçimin publik, 85% shkojnë në xhepat e operatorit privat, ndërsa vetëm 15% mbeten për komunën e Tetovës. Kjo do të thotë se nga 120 milion denar ose rreth 2 milion euro në vit, afër 1.65 milion euro përfiton kompania private, kurse vetëm 350.000 euro mbeten për komunën e Tetovës. Rrjedhimisht, nga kjo mund përfundojmë se për periudhën 15 vjeçare kjo kompani do të inkasojë rreth 25 milion euro nga paratë e qytetarëve të Tetovës, në ndërkohë që investimi fillestar është vetëm 4.4 milion euro. Ky është një plan i pastër për pasurimë të individëve në kurrizë të qytetarëve. Kjo kontratë është skandaloze edhe për disa arsye të tjera. Qytetarët nga buxheti i komunës nuk janë të mbrojtur nga rritja eventuale e çmimit të energjisë elektrike. Kjo do të thotë, nëse çmimi i energjisë rritet mbi 20%, faturën e paguan komuna, pra qytetarët, e në rast kur kursimet janë më të mëdha, fitimin e merr operatori privat. Me këtë kontratë garantohet monopol 15 vjeçar. Për një dekadë e gjysmë, ndriçimi publik i Tetovës është peng i një operatori të vetëm privat. Dhe pasuria publike në këtë rast vihet në rrezik. Pajisjet kalojnë që janë pronësitë komunës, vetëm pas 15 vitesh do kalojnë përsëri në pronësinë e komunës, në ndërkohë që janë në pronësitë të operatorit privat. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, kontrata përmban edhe një nen skandalos i cili lejon kompaninë e kontraktuar këtë kontratë t'ia transferoj ose thjesht mund t'ia dhuroj një kompani tjetër. Pra ndriçimi publik i Tetovës kthehet në një mall tregu. Kjo kontratë është zhvatje klasike që dëmton rënd qytetarët e Tetovës. Dhe unë ju siguroj se këtë kontratë do ta shfrytëzojmë menjëherë dhe nuk do të lejojmë që pasurimi i individëve të vihet mbi interesin publik dhe mbi të ardhmen e qytetarëve të Tetovës. Pazareve me pasurinë publike të kësaj udhëheqësie të kriminalizuar komunale o vjen fundi. Tetova u takon qytetarëve. Ajo nuk shitet e as nuk blihet. Faleminderit.